Përshëndetje, po bëj një video motivuese të shkurtër mbi një çështje që shumë njerëz e kanë problem. Faktin që pse njeriu nuk promovohet ose nuk i rritet grada në punë. Duke treguar një histori nga njerëz të urtë të vjetër. Atëherë, historia është e tillë që ishte një djalë edhe ai një herë nisi punë në një fabrikë. Te fabrika ishte një burr i vjetër, senior, i cili mësoi se si duhet të punonte në atë punë. Dhe i tha disa këshilla atij djalit të ri dhe i tha gjithmonë mos fol shumë, puno me korrektësi edhe mundohu gjithmonë të zhvillohesh në aspektet teknike të fabrikës. Dhe djali ndoqi këshillat e tij, e vazhdoi punën ashtu si i vjetri e këshilloi mësuesi i tij. Dhe u zhvillua mjaft mirë në atë fabrikë duke dhënë vlera fabrikës. Pas 10 viteve djali ishte pak i mërzitur dhe shkoi te mësuesi i tij për të këshilluar me të, për të pyetur si mund ta ndihmonte. Dhe shkoi atje, burri i vjetër e pa dhe pasi ai kishte lënë punën i vjetri, e pa dhe tha çfarë problemi ke, çfarë të shqetëson, i tha. Dhe i riu tha, nuk po kuptoj, tha, unë kam bërë një punë kaq të mirë, kam kaq kohë, kam qenë shumë korrekt, ndoshta të gjitha këshillat e tua, asnjëherë nuk jam ankuar, nuk jam ndjer për diçka, gjithmonë kam bërë punën time, por të gjithë të tjerët janë rritur në detyrë, ndërsa unë akoma jo. Nuk e kuptoj pse. Burri i vjetër heshti pak, lëvizi pak majtas djathtas, duke menduar edhe e pyeti, i tha, a mendon që je bëri domosdoshëm për fabrikën? I riu i tha, po, tha, mendoj që jam bëri domosdoshëm, po bëj një punë shumë të mirë. Atëherë i tha, çfarë do të bësh, tha, është që duhet të marrësh një ditë pushimi, tha. Ndërkohë që djali asnjëherë s'kishte marrë një ditë pushimi nga ana e tij, i nxituar nga kënaqësia, nga gëzimi, u nis edhe iku nga i vjetri, e përshëndeti edhe çfarë bëri të nesërmen në punë, tha do marr një ditë pushimi dhe sikurse ishte një punëtor shumë i mirë, ju dha dita e pushimit dhe pasi u kthye, kishte vënë në re që te puna ku ishte kishin nevojë për të sepse ishin gjëra teknike që vetëm ai dinte t'i rregullonte. Pra u vu re rëndësia e tij në fabrikë. Djali i kënaqur vazhdoi kështu për disa muaj, një herë në kaq merrte një ditë pushimi, se i erdhi mirë kështu, u kënaq, edhe një herë në kaq merrte një ditë pushimi. Edhe duke bërë në këtë formë, u vret rëndësia e tij edhe drejtori i fabrikës, menaxheri e ngriti në detyrë si senior teknicien për të kujdesur për mekanizmat e fabrikës. E kështu vazhdoi për disa muaj të tjerë në këtë formë, edhe djali her pas here merrte një ditë pushimi për t'i dhënë vlera vetes në këtë formë. Pas i farë kohe, shkoi në një ditë, u nis për të shkuar në punë, edhe pa që e bllokuan për të hyrë në fabrikë, i thanë që nuk jem më punëtor këtu dhe mund të vish të marrësh pagën e fundit mbas një jave. Djali i mërzitur nuk e priste këtë reagim apo këtë eksperiencë, duke qenë se ishte i rëndësishëm edhe e bënte punën mirë, u nis edhe shkoi te mentori i tij, te mësuesi i tij, te burri i vjetër që e këshilloi herën e parë. Edhe i tha, nuk e kuptoj, tha, unë i bëra gjithçka çfarë më the ti, tha, edhe përsëri më hoq nga puna, ndërkohë që unë po bëj gjithçka si duhet. Burri i vjetër i tha, ti, tha, nuk dëgjove pjesën e dytë të historisë, tha. I ke aq i nxituar nga gëzimi, tha, saqë nuk më le të vazhdoja. Dhe cila ishte pjesa e dytë, tha, çfarë nuk dëgjova? Ajo që nuk dëgjove është se nëse ti ke një lamp në një ambient, ajo lamp mund të fiket her pas here. Dhe nëse fiket ajo lamp her pas here, kuptohet, tha, që nuk mund të kesh shumë besueshmëri të një lamp që nuk është e sigurt kur do të ndizet për të ndriçuar. Edhe realisht lampa vret re, nëse lampa është konstante ndezur, vrehet re vetëm kur fiket që lampa
që lampa nuk po ndryshon. E kështu ti çfarë bëre është që veprove si kjo lampa. Edhe normalisht kur një lampë nuk është shumë e besueshme, atëherë do të zvendësohet ajo lampë nga një lampë tjetër. Edhe kështu që çfarë bëre është që ata vërtet të kishin marrë for granted në punën që bëje dhe nuk e kishin vëretur rëndësinë tënde, por pasi ti ikje shumë shpesh nga puna her pas here, atëherë ata u detyruan të zvendësojnë lampën që nuk ndizej çdo herë ashtu si kërkohej. Kështu që në këtë mes kuptohet që shpesh herë disa miq, disa shok, familjar, njerëz të afërm, shpesh herë i marrin for granted, nuk i japim rëndësinë e duhur atyre. Është e rëndësishme që të jemi mirënjohës sot për ata, të falenderojmë sot ata për çfarë kanë dhënë në jetën tonë. Edhe jo vetëm kur të na largohen ata ne të vërejmë që pas kemi patur nevojë për ata. Tjetra është që është e rëndësishme shumë të japësh vlerë vetes tënde në një punë ku je, të mos e lësh vetëm pas dore. Po është e rëndësishme që të ruhet një balancë, edhe të mos mërzitesh çdo herë që gjërat nuk po shkojnë ashtu si ti ke dashur të shkojnë gjithmonë. Kështu që ky është një mësim i bukur për njerëz ambicioz apo të mërzitur pse nuk po marrin atë që duan, edhe për njerëz që nuk i vrejnë njerëzit që kanë afër vetes dhe i marrin sikur ja kanë për detyrë që të jenë aty. Uroj t'ju ketë pëlqyer ky mesazh motivues, edhe të keni marrë diçka të mirë nga kjo. Ju uroj një ditë të mbarë edhe të kaloni sa më mirë. Ju përshëndes.